Gjuerina është një prej fshatrave shumë pak i dëgjuar, por që përfshihet në njësinë administrative qendër. Njëkohësisht, një fshat i cili ndodhet vetëm pak kilometra larg qendrës së qytetit të Vlorës, por nëse flasim për zhvillimin, atë zhvillim që mund të themi që ka prekur qytetin bregdetar, për Gjuerinën është krejt e kundërta. Fshati sot ka një sër problematikash, të cilat fillojnë nga mungesa e ujit të pishëm, tek largimi i popullsisë, ekonomia e dobët familjare, pensionet e fshatit të cilat nuk mjaftojnë. Por gjithashtu banorët përballen edhe me mungesën e investimeve, ndërsa pa shpinëstime, megjithëse tregohet totalisht fshati apo edhe një pjesë e territorit të tij, mund të vëmë re të gjitha fushat të cilat janë sot të pakultivuara. Madje edhe tufat me bagëti janë tepër të pakta, çfarë tregon edhe një herë që dy sektorët kryesor të këtij fshati, blegtoria dhe bujqësia, janë drejt falimentit.